Kremlini, në Moskë. Kompleksi i fortifikuar në zemër të Moskës është një vend me rëndësi të madhe historike dhe kulturore. Ai vizitohet nga dhjetra mijëra vetë çdo ditë në ture që përfshin muze, katedrale dhe ndërtesa qeveritare të rëndësisë së lartë. Historia e Kremlinit daton në shekullin e 12 kur u themelua si një kështjell, që prej asaj kohe ajo ka shërbyer si selia e pushtetit për sundimtarët rus, nga carët deri tek udhëheqësit sovjetik dhe presidentët e ditëve moderne. Gjatë shekujve, Kremlini ka pasur inovime dhe zgjerime të shumta, duke reflektuar dinamikën e ndryshimit të fuqisë së Rusisë. Stilet e saj arkitekturore variojnë nga i rus i mesjetës në bizantin dhe neoklasik. Sagrada Familia është një nga atraksionet turistike më të njohura europiane dhe botërore me një numër vizitorësh ditor që shkon në disa dhjetra mijëra. Arkitekti i njohur katalanas Antoni Gaudi ja kushtoi këtij projekti dekadat e fundit të jetës së tij, prej vitit 1882 deri në 1926, kur ndroi jetë pamundur ta përfundoi plotësisht veprën. Ende sot ndërtimi vazhdon me arkitekt dhe ekipe të ndryshme që punojnë sipas parashikimit. Ajo duhet të përfundojë në vitin 2026. Sagrada Familia konsiderohet si një nga veprat më të mëdha të Gaudit dhe një kryevepër e arkitekturës moderne. Muzeu i Luvrit në Paris. Muzeu i Luvrit është një ikonë kulturore globale dhe populariteti i tij përkthehet në një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Gjatë vitit 2024, ai priti 8.7 milion të tillë. Historia e Luvrit përfshin disa shekuj, duke filluar si një kështjell në fund të shekullit të 12. Më vonë, ai u shndërrua në një rezidencë mbretërore dhe gjatë revolucionit francez që nisi në 1789, u kthye në një muze publik dhe u hap në 1793. Gjatë shekujve, koleksionet e tij janë zgjeruar ndjeshëm, duke përfshirë një gamë të gjerë arti dhe artefaktesh nga autorë të ndryshëm. Arkitektura e Luvrit pasqyron historinë e tij të gjatë dhe të larmishme me shtesa dhe rinovime nga periudha të ndryshme. Shtëpia e Operas së Sydney në Australi. Ajo është një kryevepër arkitekturore dhe një qendër kryesore kulturore në Australi. Të dhënat tregojnë se më shumë se 10.9 milion njerëz vizitojnë teatrin e operas çdo vit. Ky numër përfshin ata që ndjekin shfaqje apo ture të shkurtra brenda godinës. Ajo u projektua nga arkitekti danez Jørn Utzon. Ndërtimi filloi në vitin 1958 dhe përfundoi në 1973. Çatia unike e ndërtesës në formë vele është një tipar arkitekturor dallues i strukturës dhe ndërtimi i saj u vështirësua pasi kostot ishin të larta. Zyrtarisht u inaugurua nga mbretëresha Elizabeth II më 20 tetor 1973. Piramidat e Gizës në Egjipt. Ato janë strukturat më ikonike dhe të lashta në tokë, duke tërhequr një fluks të vazhdueshëm vizitorësh. Është e vështirë të jepet një numër i saktë i vizitorëve për kompleksin e këtyre godinave, pasi ai luhatet shumë bazuar në sezonin, pushimet dhe turizmin e përgjithshëm në Egjipt. Megjithatë, llogariten të jenë disa mijëra turistë që e vizitojnë vendin çdo ditë. Piramidat e Gizës u ndërtuan gjatë periudhës së mbretërisë së vjetër të Egjiptit të lashtë, afërsisht midis 2589 dhe 2504 para Krishtit. Ato shërbenin si varre për faraonët dhe kishin për qëllim të lehtësonin udhëtimin e tyre në jetën e përtejme. Ende sot, piramidat përfaqësojnë një sukses të pabesueshëm të inxhinierisë antike, duke pasur parasysh shkallën e ndërtimit të tyre dhe mjetet e disponueshme në atë kohë. Taj Mahal në Indi. Taj Mahal është një kryevepër arkitekturore dhe simboli i dashurisë, duke tërhequr miliona vizitorë në zonën e Agras dhe rrethina. Mesatarisht, ai vizitohet nga rreth 20.000 deri në 40.000 vizitorë në ditë gjatë sezoneve të pikut turistik. Veçanërisht për gjatë tetorit deri në mars dhe në fundjavë, numri mund të jetë dukshëm më i lartë. Taj Mahal u porosit në vitin 1632 nga perandori Mughal Shah Jahan si një mauzoleum për gruan e tij të dashur Mumtaz Mahal dhe u deshën rreth 22 vjet për të ndërtuar me mundin e mira artizanëve dhe zejtarëve. Godina është e njohur për strukturën e hollë të mermerit të bardhë, gdhendjet e ndërlikuara dhe dizajnin simetrik. Ajo pasqyron kulmin e arkitekturës Mughal, duke përzier stilet persiane, islamike dhe indiane.
I madh kinez në Kinë. Për shkak të fluksit të jashtëzakonshëm, administrata që kujdeset për mirëmbajtjen e tij caktoi një kufi jo më shumë se 65.000 vizitorë në ditë. Muri është një strukturë monumentale me rëndësi të madhe historike dhe kulturore, dhe ndërtimi i tij kërkoi disa shekuj përpara erës sonë me seksione të ndryshme të ndërtuara gjatë dinastive. Qëllimi i tij kryesor ishte të mbronte kufit verior të Kinës kundër pushtimeve, dhe sot ai është simbol i qytetërimit të lashtë të Kinës dhe forcës së saj të qëndrueshme. Ai shtrihet për mijëra kilometra në të gjithë Kinën veriore dhe seksionet e murit ndryshojnë nga njëri tek tjetri, por të gjitha janë të ruajtura mirë. Statuja e lirisë në New York e konsideruar simbol global i lirisë dhe demokracisë. Duke tërhequr miliona vizitorë në portin e New Yorkut çdo vit, statuja e lirisë mirëpret afërsisht 15.000 deri në 20.000 vizitorë në ditë. Ky numër luhatet ndjeshëm në varësi të sezonit. Megjithatë, vitet e fundit kanë treguar rikuperim nga rënja e pandemisë. Monumenti i projektuar nga Frederick August Bartholdi dhe ndërtuar nga Gustave Eiffel ishte dhuratë nga Franca për Shtetet e Bashkuara, duke simbolizuar miqësinë e mirë midis dy shteteve dhe lirinë. Ndërtimi përfundoi në Francë dhe statuja u dërgua në Shtetet e Bashkuara me anije, ku u përurua zyrtarisht më 28 tetor 1886. Ajo ndodhet në ishullin Liberty në portin e New Yorkut dhe për miliona emigrantë që mbërrinin në Shtetet e Bashkuara kryesisht në vitet 900, statuja ishte shpesh prezantimi i parë me Amerikën, duke përfaqësuar një fillim të ri. Koloseu, i njohur fillimisht si Amfiteatri Flavian, u porosit rreth viteve 70-72 pas Krishtit nga perandori Vespasian dhe ndërtimi përfundoi në vitin 80 pas Krishtit nën pasardhësin e tij perandorin Titus. Ai u përdor kryesisht për spektakle publike, duke përfshirë ndeshje gladiatorësh, gjueti kafshësh, ekzekutime publike dhe inskenime të betejave të famshme. Sot, ai është një nga atraksionet turistike më të njohura në botë dhe dikur ishte në gjendje të mbante midis 50.000 dhe 80.000 spektatorëve. Kulla e projektuar nga kompania e Gustave Eiffel u ndërtua për panairin botror të vitit 1889 të quajtur Ekspozita Universale. E konceptuar si strukturë përkohshme, ajo u parashikua të qëndronte për 20 vite. Fillimisht, shërbeu si harku i hyrjes në panairin botror dhe që atëherë është bërë një simbol i Parisit dhe Francës. Ajo ka shërbyer gjithashtu si një antenë radio dhe platformë për eksperimente shkencore për shkak të strukturës së saj prej metali.